këto dy mandate, prej që është themi presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Trump, që nuk e ka hiç haberin politikës. Edhe po politikën nuk e bën individi, politikanin e bën ose udhëhecin e bën këshilltarët. Për që ta të pyeta sa këshilltari ka zoti Kurti, sepse në opinionin publik zoti Kurti neve na del që është një njeri përveç se i artikulum, i lexuar, i mëshëm, i dijshëm, por i ka 20 ose 30 këshilltarë mbrapa tij, për secilën temë ka një këshilltar. Pra, nuk mundemi me paraqyku në këtë formë. Unë me një pikë pajtona me ty, që neve na dohen sot për sot individ të cilët e mbajnë presionin ndërkombëtar mbi supet e veta, sepse është shumë e rëndësishme në situatën ku gjendemi ne sot si Kosovë, ta mbajmë presionin ndërkombëtar. E zoti Haradinaj e ka dëshmuar me taksën 100%. Ai ka rrezuar qeverinë, por nuk e ka heq taksën. Visar po thotë që Haradinaj do të ishte një opsion, një zgjedhje më e mirë se Osmani për të qenë si lider i vendit, president? Shko, unë e shoh këto në dy këndvështrime. Po? Nëse shohim këndvështrimin e paraqitjeve ndërkombëtare, e tentimit të paraqitjes së Kosovës me një formë pak më ndryshe ose më moderne, muj me thonë që është zonja Osmani e cila plotson këtë kriter. Po nëse flasim për paraqitje për presidentë të cilët definitivisht janë stoik, presidentë të cilët nuk qëndrojnë në hije, presidenti i cili nuk edhe mund ta bënte një farë forme unitetin për shkak të asaj që e tha edhe Frashëri, heroizmit të Haradinajve gjatë luftës, besoj që zoti Haradinaj e kish plotsuar këtë kriter. Nëse e plotson Murat Jashari, plotson edhe zoti Haradinaj. Nuk është diçka që është jo e ndajshme. Po. Frashër, a mendojnë prati që